Ju lutem një përgjigje. E ke drejt shumë. 13 vite opozit janë topitse. Por prap, sot është kohë e misionarve. E atyre që janë të vendosur të sakrifikojnë për idealet e tyre. Çfarë kemi sot në dallim nga vitet e mëparshme? Zgjedhjet e vitit 2025 nuk janë zgjedhjet e para që i merr Edi Rama si farz. Jo. Ai ka marrë të gjitha zgjedhjet më pashme nga 2017 gjerë sot, po me farsë elektorale. Por kemi dallim të madh. Cili është dallimi i madh? Dallimi i madh është se këto zgjedhje në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar janë farsë. Edi Rama bëri përpjekjet më të jashtëzakonshme që të ndryshonte raportin e vëzhguesve ndërkombëtar dhe dështoi plotësisht. Tani Europa, bota pret nga ne të dalim zot votës sonë. Të gjitha format e protestave do përdoren dhe duhet përdoren. Kur ndonjëherë më shumë, vendi nuk ka patur nevojë për kreativitetin, për guximin dhe vendosmërinë e idealistëve shqiptar. Betej për të rikthyer votën e lirë. Betej për shpëtimin e familjes shqiptare. Pra e para për shpëtimin e demokracisë me votë e lirë. Për shpëtimin e familjes shqiptare nga ligji i sapo miratur, për shpëtimin e Shqipërisë nga rrënimi përfundimtar i saj. Kështu që është kohë e misionarëve, por një gjë u siguroj, se Partia Demokratike gjersa të realizojë këtë qëllim, do qëndroj vetëm në funksion të tij. Protest dhe vetëm protest. Tasim Hasa,